Andaj, Allahu te bareke ve taala e përmend se në rastet të sprovave, në rastet të krizave të mëdha, fatkeqësive të mëdha, pejgambert që atër kërë jam shtetë për mure e kanë pas mendimin më të mirë për Allahun te bareke ve taala. Dhe ju e dini rastin e Musaut a.s. që përmenet mas shumë të Kur'an për i pejgamberve, kur populli i tij na i than inna la mudrakun, se fillun me ndjek faraoni me popullin e tij, Musaun a.s. dhe i than na kena me të zonë ty. Na kena me të zonë ty. Para mendo tash një ushtri gjigante, me një mbret zullumçar që ka qenë prej zullumçarëve më të mëdhej. Faraoni pra, në kohën e Musaut, ka pas shumë faraona, mbi 30 në historinë e njerëzimit, po faraoni në kohën e Musaut ka qenë mbreti më zullumçar. Nuk ka njofti se janë njëri më zullumçar se ai, njëri më keqbërës. Sa që e ka shpall veten një herë, e ka shpall veten Zot. Edhe i tha masës së gjerë, One ana rabbukumul a'la, thonë jam Zoti ju i më i lartë. Çfarë Zoti tjetër po do? Unë them Zoti ju i më i lartë. Çfarë Zoti tjetër? Ata u tëtën shkretit. Mirë po Musa, Haruni, edhe pasuesit e tyre thonë çimër ti Zotit ti, tha i rob i Zotit sikur na tjerët. E pastaj ai përgatiti një ushtri të madhe, edhe ju lëshun Musa dhe i than inna la mudrakun, kena me zonë herë ta vonë. I ka dushti. E Musa a.s. para mendoja me një pjesë të vogël besimtarëve, po i kështë atje, po shkon ka deti i kuq. Edhe që po thot, kella, inna ma'ia rabbi se jehti. Kurse si tha, as një herë në s'kene me nazan. Tha se me muë është Zoti im i cili ka me më udhëzue, me muë është Zoti im i cili ka me më shpetue pra. Dhe këtu shihet, subhanallah, me logjike njerëzore, s'ka logjik që e përshkruan çu ka mundësi një njeri me një grosht besimtarësh me u përball me një mbret zullumçar, me një ushtri të madhe, edhe me i dhon kurse si s'ka shans jo me na zanë me na dëmtu, pse e kemi Zotin ton që ka me na udhëzue. Pra kështu besimtari musliman në kësi rastesh, në kësi krizash, nuk thet ama në dorë tane, po thet në dorë Zotit. E kam Zotin që së më lënë. A të lënë Zotit? Jo. E la Musaun? E la Musaun? Jo se la. Jo se la, bile i tha merë shkopin e më shoj detit, e kështu e dini rastin dhe me thonë të Musaut a.s. Po ashtu edhe pejgamberi a.s. kur e kanë dëbue, kur e kanë largu, kur e kanë përzon prej Mekës, është largu me shokun e tij të ngusht, me shokun e tij të sinqert, edhe të dashur Ebu Bekr as-Siddiqun radhiyallahu anhu. Dhe këta ulshuan, po e kërkojnë, po e lypin me zan, e ai tash po dash me mshef dikun, se ishte vetë i dyti me Ebu Bekrin, edhe hënë në një shpellë. Në një shpellë atë të plohnosën me marimanga, edhe aty hënë, mirë po poshtë me shiku ju shefshin kamt. Edhe çka Ebu Bekri u shqetësu mërzit, i tha i dërgu me Allah, një farforme e kish frike që nuk jenë sigurt, e tha nuk po mërzina për vetën, po ty me po vendohë diçka, se ta su mërzit që për vetën e vetë, po mërzit që për pejgamberin, sallallahu alaihi wasallam. Dhe Ebu Bekri, që shi përshkun fjallët e ti Kur'ani, i tha, e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha Ebu Bekrit, tha la tahzan, inna Allah ma'ana. Pra mos u dëshpra, mos u shqetësa, mos u friksa, se Allah thash me neve. A mo interesant me kaluat i pak me ullë kokën, një shifshin kam, shkun atë njerëzit e po shikojnë, interesant nuk ja u pajshin kamtët. Nuk ja u pajshin kamtët. Dhe pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha Abu Bekrit, ja Abu Bekr, ma dhanuke bithnejn, Allahu thalithuhuma. O Abu Bekr tha, qa po me ndonë për dy vetë, për dy persona, kur Allahu është i treti me ta, kur Allahu do me thonë është i treti, qka që i runa ta dë, qa po me ndonë, apo ta mërmenja që mujnë ata me na zoneve, apo ta mërmenja që mujnë ata me na zbulu këjim, kur na e kemi Zotin, që po ta mërmenja për dy persona kur e kanë të tretin me ta Zotin,
Dhe kur e ke Zotin, je i bindur në Zotin, mos është qetësa fare. Mos është qetësa fare. Andaj nuk du me folë për krizat që jem na tash duke i kaluar, se na kem tira kriza, po edhe këto krizat tona, e që kriza me rënd që ka godit këtë popull, këtë vend, është kriza morale. Është kriza morale. Nuk do të me i qo dorë, te kem Zotin. Ka me i regullo Zotin. Në Allah në vlazën dijeni që në bo projekte gjigante, madhore për me largu islamin edhe musliman për i këtyne vende. Kanë punue natën edhe ditën, edhe në fond çka veç po mërziten, pse se islami je që so shujt, e muslimant je që se ndëvue, që se largue, po për kondrazi janë shtue, edhe islami është forcue, edhe publikisht sa çka e manifestojmë islamin, andaj edhe çfarë do krizat na godet, të rri mirë, qoftë se ki mendimin e mirë për Zot. Pra dhe kryen punën tonë, detyrën tonë me përgjegjësi.